Gjykata penale e Shkupit ka vendosur masën arrest shtëpie për ish zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Artan Grubi. Vendimi u mor pas kërkesës së prokurorisë, që kërkoi zëvendësimin e masës së paraburgimit të dhënë në mungesë, duke marrë parasysh faktin se shumica e provave janë siguruar gjatë procedurës dhe se ai është paraqitur vullnetarisht tek organet e zbatimit të ligjit. Prokuroria argumentoi gjithashtu se siguria e Grubit në paraburgim nuk do të ishte garantuar. I zëvendës kryeministri do të mbahet në mbikëqyrje 24 orëshe në banesën e tij, ndërsa i është sekuestruar edhe pasaporta. Vendimi i gjykatës erdhi pas më shumë se 6 orësh marrje në pyetje nga prokuroria. I zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut në qeverinë e Zoran Zaev Grubi u dorëzua këtë të hënë në pikën kufitare të Bllacës me Kosovën, pas rreth 14 muajsh në arrati. Largimi i tij nga vendi në vitin 2024 u shoqërua me shpallje non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Grubi u vënë në hetim i dyshuar për keqpërdorim të postit zyrtar, korrupsion dhe shkelje të procedurave të prokurimit publik në lidhje me kontratën e lotarisë shtetërore të Maqedonisë së Veriut. Prokuroria pretendon se përmes procedurave të kontestuara janë favorizuar subjekte të caktuara ekonomike.